Shikojmë dalinën tek dera, ku është vajza e mbyllur në dhomë, shikojmë dalinën te puna, shikojmë dalinën tek marrëdhënia e pasgjidhur, pra ishte koma e pasgjidhur, një lloj konfuzioni mes të treja, mes gjitha rolave, se mund të jenë rolet e tjera, dhe kjo për ty si ndihej? Ishte shumë strapacuese, shumë e vështirë. Dhe unë mbaj mend që ka qenë një moment që kam qenë në parkingun e pallatit tim, ishte një këngë Billie Eilish dhe po e dëgjoja atë dhe vura një peshqir, ishte peshqiri i palestrës se unë shkoj në tenis, dhe vura në gojë dhe kam ulëritur. Dhe më thënë, ishte i vetmi moment që unë të gjithë të presionin e sa rëkurat skenën dhe më prekem tash, se vura peshqirin këtu dhe ulërisja në parking. Çfarë kishte ulëritja? Çfarë ndjesie kishte? Ishte shumë çliruese, por pastaj ajo këngë më bë pak neveritse. Nuk e dëgjoj dot më.